Selam aleikum, hoqë thot, çfarë këshillë ke për ata persona që bëjnë fëmijë shumë, edhe këqyrin apo mundon me i rrit me, si duket me zekat. Aleikum selam, rahmetullah. Duhet jemi t'i ndajmë meselet mes vete. Lindja e shumë fëmijëve është pjesë e fesë tonë. Bartja gale parimisht edhe ikja prej fëmijëve veç se s'kam pasoni, edhe kjo nuk është në rregull, parimisht. Pastaj dhënia e zakatit, ky po bën shofmi, po ti kemi dhënë dikujt zakatin. Jep janë muslimanit që Allahu xheli ka fal fëmijë. Dikujt Zoti jep fëmijë, dikujt Zoti jep pasoni, dikujt jep qetësi, dikujt jep stres. Jeta është me sfida, por një gjë duhet me ditë. Ai pse po i rrit fëmijët, nuk po i rrit në mënyrë tonën. Që don me dhënë zakatin mirë, që s'don mëse hap hiç. Pse? Ata lindin me riskun e vet. Unë kuptoj se jeta e vështirë i komplikon sanat, por asesi nuk është sebeb që mos me bën fëmijë. Pra jam kundër idesë tonë, pse po bëhet? Shumaj masën e mirë me zekat. Secili fëmijë në Islam lind me riskun e vet. Po, na dhan zamre kur e shohim se ai ata vujnë ose ku e di, po dije se Allah është më i mëshirshëm se sa ti. Pra, unë vetëm jam kundër atij prindi i cili kqyr me bë fëmijë, edhe në anën tjetër nuk mundohet me i eduku, nuk mundohet me punu, për ta është neglizhent prind i pa përgjegjësi ndaj fëmijëve, domethënë i lën rrugë dhe i mëshirojnë të tjerët edhe ma shumë i dhimbën këshive se sa ati babet pa ndërgjegjshëm. Ajo non pastaj vunë, vihet në siklet, ajo grua e ndershme, të tjerët e mëshirojnë, tu i dhanë zeqate dhe sadaka, gratë e tjera, komshit e tjera. Jam kundër këtij prindi, kundër sjelljes, por asesi që mos me bën fëmijë. Domethënë nuk po du me ta kritiku krejt mendimin, por si ide është e gabume kjo e jotja. Edhe jam po ashtu kundër atij prindi të papërgjegjshëm ndaj fëmijëve. Por pse bën risku është në dorë të Allahut. Po ta them këtë me përvojën e një prindi, domethënë personale, domethënë që vetëm sa të lind fëmia shtohet më shumë risku, çilën rrugët e hajrit, edhe na jemi umeti që nuk friksohemi nga risku. Na friksohemi nga Allahu, na kemi umët të Zotit, na jemi ata të cilët e besojmë bindshëm se secili fëmijë lind me riskun e vet, edhe secili prind duhet më mundu deri në maksimum me sjell riskun te fëmijët e vet. Ndoshta tije çaj që Allah xhel ka bën që më aqu riskun prej Zotit përmes të jetë ata